Hej, miqtë e zemrësime, si u kam sot? Si shkoj java e pare e rikthimit në shkollë pas pushimeve? Jam i sigur që keni kaluar shumë bukur. Ndaj, me zi pres të më tregoni aventurat tuaja, sepse ne jemi kënaqur. Përshëndetje dhe nga unë, fëmijë të dashur. Mezi e pres të shtunën të vi, sepse më merr malli për ju, si për fëmijët që janë në studio, ashtu edhe për ju që na ndiqni përmes ekranit. Sot ne kemi një të ftuar special. Ajo është një zonjë shumë e njohur në qytet, i flet dhe mbi të gjitha ndihmon këdo. Ua, pa më thojë Pumbi kush është? Jo, do ta zbulojmë pas pak. Tani le të fillojmë prezantimin e fëmijëve. Përshëndetje. Përshëndetje. Na thuaj si të quajnë. Unë quhem Liam. Oliami, çfarë të pëlqen ty të bësh më shumë në shkollë? Ma më pëlqen që të mësoj. Po ja shkollë çfarë të pëlqen? Ha? Urdhë? Në kohën e lirë çfarë loje do të luash? Në kohën e lirë, futboll. Sa bukur do luajmë pasaj ne kur mbaloj emisioni. Po, tani që është pranver duhet të luajmë shumë. Po. Mirupafshim. Përshëndetje. Përshëndetje. Si ke emrin? Dario. O Dario, po sa simpatik që qënke. Pa na thuaj pak çfarë të pëlqen në shkollë ty? Më pëlqen që të mësoj. Po një lënd të pëlqen të vizatosh, të këndosh. Të këndoj. Po gjuha dhe matematika të pëlqejnë? Po. E po të gjitha i pëlqejnë. Po. Mirupafshim Dario. Mirupafshim. Përshëndetje. Përshëndetje. Po ti bukurësh që si të quajnë? Unë quhem Aurora. Aurora, si princesha. Aurora, çfarë të pëlqen ty? Mua më pëlqen gjuha. Gjuha Sa bukur. Dhe kur flet Aurora, flet shumë bukur. Po gjuha e huaj të Dhe shumë pëlqen? sakt. Po më pëlqen. Po është e vogël ajo, më vonë do t'i mësoj gjuhët e huaja. Po gjuha është njëra, gjuha është tjetra. Sa do kënaqim Aurora? Mirupafshim. Pafshim. Përshëndetje. Përshëndetje. Si quhesh? Unë quhem Rejan. Unë quhem Pimbi. Pa na thuaj pak, çfarë të pëlqen të bësh në kohën e lirë ty? Mua më pëlqen të vizatoj. Po do një pasion tjetër ke? Po. Për shembull, Për shembull, të luaj futboll. shumë bukur. A do na pikturosh ne të dyve një? Po. Po mua do më bësh pak më të Oj, bukur. duam një pikturë, se Faleminderit, shumë fëmina i ka faleminderit. sjell. Po do të kënaqemi sot. Mirupafshim. Mirupafshim. Përshëndetje. Përshëndetje. Si e ke emrin? Alkea. Alkeo, na fol pak çfarë ke qef të bësh ti? Nuk kam qef të luaj futboll. O, po të vizatosh, Më pëlqen po të këndosh? edhe të këndoj. Ku që ka si ne kjo do të kënaqemi. Po kur të rritet çfarë do të bësh ti? Kuzhinier. Ky është shokuim, do të kënaqemi sot. Faleminderit. Mirupafshim. Mirupafshim. Wa. Po ty si të quajnë? Adea. Adea. Adea, sa lozonjare që je. Si flet shumë kjo Adea. Ua, sa Adea, bukur. pa më thuaj. Çfarë të pëlqen ty të bësh? Mua më pëlqen të bëjmë aktore. Aktore. Sa bukur. S'na ka rastisur ndonjëherë o Pumbi aktore. Po. Pa na thuaj një aktor lek. Ke do një aktore të preferuar? Ja. Pimbi O, më. ajo është e preferuara e vetes së saj. Po në shkollë. Ju të dy. O sa bukur. Ua, nena, faleminderit. Po në shkollë si jemi mësime? Mirë. Po me bëj ushimin shumë si qefi. je? Mirë. Po për të luajtur me se luan? Me top. Do na marrë se ne të luaj me top. Po. Mirë, Me faleminderit. shumë kënaqësi. Mirupafshim teta Aktoria. O Pumbi, na ka ardhur një gocë nga Parisi. Po edhe është e mundur ja ta pyesim një. Si e ke emrin? Amelia. A është e Amelia. vërtet që ke erdhur nga Parisi? Ja. Ka një bluzë me zemër me krah engjësh me Paris. Ajo është si lepurushe bukur more. Lepurushe, çfarë të pëlqen ty më shumë? Gjua. Gjua. Sa bukur. Po, kemi dy Është gjutare. lëndë vështirë. Megjithatë, ajo do ta mësoj shumë mirë. Po mua do më Suksese. ndihmosh pak se unë kam mbetur mbrapa me mësimet se kisha ca punë ashtu. Po ty s'të mjaftoj unë që të ndihmoj?
Po do tani të shfrytëzosh edhe vajzat e tjera? E po që gjitha ndima e pranueshme është. Jo, ajo s'është ndim. Okej, mirupafshim. Mirupafshim. Pastaj do ndihmosh. Ua more Pimbi. Ama se kjo po më bën barku, lule shtrydhet mua. Po. Nuk e di pse ma më lule shtrydhe, po. Po, nuk e di se si më erdhe në mend lule shtrydhe tani. Më thuaj si të quajnë më lule shtrydhe? Dea. Dea, po dhe ti si lule shtrydhe që nge moj Po Dea. shko sa e bukur që si princesh. Po. Kesh princesh lule shtrydhja. Dea, çfarë të pëlqen ty të bësh? Çfarë pasioni ke? Unë kam pasion që të vizatore të këndoj. Më ka vizatuar mua, më duket. Nuk e dim, ja ta pyesim. A do na bësh ne ndonjë vizatim? O po të na i sjellësh? Mos haro. Po. Faleminderit. Mirupafshim. Do të na qemi sot. Mirupafshim. Bye. Përshëndetje. Përshëndetje. Ma qa syra, Po floka, edhe qa flokët edhe buzët shumë të bukura. Po, që janë këto kështu si princesha. Si e ke emrin? Ajsi. Ajsi, sa emri Po veçantë. se kë më kujton ky emër mua, po nuk ishte një personazh shumë i mirë ajo Ajsi që mbaj mend unë. Po kjo vajza Kjo që është ka tjetër, është shumë e tjetër, nga bukur dhe Trompi. shumë e mirë. Pa më thua çfarë të pëlqen ty më Faleminderit. shumë? Fiskultura. Sa Ua, bukur. fëmia i parë që përmend fiskulturën. Do bëj gjimnaste apo të pëlqejnë basketbolli, volejbolli, futbolli? Futbolli. Futbolli. Edhe vajzat e futbolliste. Po. Kur mbaroj misionin do luajmë bashkë futboll, mirë? Po. Faleminderit. Pafshi. Pafshim. Ua, ky bukurozi duket sportist. Po, që ka një djalë shumë i gjatë dhe simpatik. Po Se thua si të emrin? quaj? Lajrt. Laerti. Sa emër i bukur. Çfarë të pëlqen ty më shumë? Futbol. Sa bukur. Do të kënaqim, do luajmë bashkë pastaj. Mirupafshim. Mirupafshim. Përshëndetje. Përshëndetje. Ua more Pimbi, sa vajza të bukura keni pasur sot. Ora njëra me bukur se tjetra. Po kjo që ka dhe me ca fjongo të bukura. Po, sa të shkon kjo ngjyra roz. Si e ke emrin? Stea. O Stea, na thuaj pak çfarë pasioni ke ti? Unë kam pasionin që të luaj volejboll. Sa bukur. Shumë bukur. Po në shkollë cila lëndë të pëlqen më shumë? Arpamori. Wow, nuk e kisha dëgjuar asnjëherë. E dëgjove tani. Po Do ta marrësh vesh kur të më pikturoje mua. Do më pikturoj mua. Vërtet? Po. Ja do mbesi ajo vajza aty që ka në bluza. Jo, po duhet të më pikturoj edhe mua, se ne pa njëri tjetrin nuk kemi kuptim. Ari. Do bësh do njëra arritje apo si e kjallin? Mirupafshim. Pikturojnë vetëm gjërat e Pafshim. bukura, vetëm unë do me thënë. Ua një basketbolist. Përshëndetje. Si të quajnë ty? Alkit. Alket. Alketi, çfarë të pëlqen ty në shkollë? Të pëlqen gjuha matematika. Dituria. Ditoria, Sa të bukur. lumë. Sot do të kënaqemi në emision. Mirupafshim. Mirupafshim. Përshëndetje të gjithëve dhe këtë shtun nga ekrani i Rë të Shëkorçës në emisionin më të dashur për ju Pimbi, Pumbi dhe miqtë e vegjël. Si gjithmonë, unë ju uroj mirëseardhjen fëmijëve të mrekullueshëm, të cilët janë buqeta më e bukur e luleve që zbukurojnë studion time. Përshëndetje fëmijë, mirë se keni ardhur. Përshëndetje. Janë nxënësit e klasës së dytë të shkollës së mesme të bashkuar Dvoran, Isuf Dalipi në Mollaj, ose në fshatin Dvoran, siç e njohim të gjithë ne. Përshëndetje Pimbi dhe Pumbi. Përshëndetje Jonida. Përshëndetje Tea, si je? Përshëndetje Jonida, shumë mirë. Përshëndetje gjithë ju bukuror që ju kam sot në skenë. Përshëndetje Pimbi Pumbi. Faleminderit dhe në rrugane bukurosët. Faleminderit. Unë dua të falenderoj dhe mësuese Gentën, e cila ka sjell nxënësit e saj. Shumë faleminderit mësuese dhe të gjithë ju mësuese që po na dëgjoni, jeni të ftuara të sillni klasën tuaj, sepse ku ka më bukur se sa puna juaj të reflektohet tek fëmijët, por dhe të përcillet përmes ekranit për shumë fëmijë të tjerë të cilët po na ndjekin në këto momente. Pimbi dhe Pumbi tha në fillim që unë kam një të ftuar speciale. Po, me plot bindje e them që është një e ftuar speciale. Ajo është një nga zonja ndoshta më të njohura në qytetin e Korçës. Jo vetëm për jetën e saj super aktive dhe shumë sociale, por mbi të gjitha për zëmërgjërësinë e saj. Atë e sheh në çdo moment, jo vetëm në rrugë, jo vetëm në punën e saj që e bën me shumë pasion dhe shumë dashuri, por e sheh gjithmonë pranë njerëzve të cilët kanë nevojë. Ajo është Elda Zavalani. Faleminderit që jeni pjesë e emisionit Pimbi, Pumbi dhe miqtë e vegjël. Faleminderit për ftesën, Erda.
Jam shumë e lumtur, sidomos me fëmijët. Gjithmonë kam dashur të bëhem mësuese dhe të punoj me fëmijët, sepse fëmijët janë e vetmja gjë që shpirti gëzon, thot një njeri i mençur. Pra, ne të rriturit gëzojmë vetëm kur ju kemi juve, rreth e rrotull. Kështu? Po arrin të gëzon kur ka arrin. Pra arrin të gëzojnë kur kanë mjalë të dhara. Pimbi. Sa bukur. Lere se Pimbi shkret mos e ngacmon në plagë, sepse që kur ka nisur emisioni, ka 2 vjet që u thot fëmijëve mjaltë, por asnjëri nuk i sjell. O Jonida, tani tutje do kërkoj vetëm shëllirë. Okej, shëllim ndoshta të sjellin, sepse dhe mjalti tepër të bën mirë, po dhe të dëmton. Dhe të dëmton. Kështu që si çdo gjë tjetër. Këta fëmijë janë të gjithë shumë të rregullt, si në ushqyerje dhe në të gjitha, prandaj nuk duan ta dëmtojnë mikun e tyre. Doni apo jo? Jo. A pra Pimbi e kuptove pse të sjellin mjaltat aty? Po. Atëherë, ne do të kemi pyetjet e para, të cilat do t'i bëj Pimbi, Pumbi dhe më pas Tea. Atëherë Pimbi, e fillojmë me pyetjen tënde të parën? O teta, është e vështirë të merresh gjithkohës me klientë. Ne thamë që ju jeni farmaciste dhe mbi të gjitha jeni presidente e urdhrit të farmacistëve për qarkun e Korçës. Jo, kam qenë, nuk jam më, sepse 2 mandate mbaruan, kështu që këtë radhë u zgjodh dikush tjetër, një kolegja ime dhe ajo shumë e dashur. Po për 10 vjet kam qenë. 10 vjet. Okej, do të flasim për eksperiencën sepse nuk është një vit edhe 2 apo një ditë edhe e më shumë, por janë 10 vite plot eksperiencë, të cilat jeni kujdesur për të mbajtur atë qëndrueshmërinë dhe vazhdimsinë e punës si presidente e urdhrit të farmacistëve. Sa e vështirë është të merresh gjithkohës me klientët, thot Pimbi? Po, është e vështirë, është më shumë, nuk është e vështirë se sa është përgjegjësi e madhe. Ju siç e dini, në farmaci njerëzit vinë sepse janë të sëmurë dhe duan të shërohen, apo jo? Prandaj që është përgjegjësi e madhe farmacistit që përveç si thua shërbimit që i jep me barna, duhet edhe ta këshilloj. Duhet edhe ta bëj të ndjehet mirë. Duhet edhe t'i jap optimizëm, t'i jap shpresë që ai do shërohet. Atëre Teava, forca, vazhdojmë me pyetjen tjetër. E keni ndruar që e vogël që kur të rritesh të bëhesh një farmaciste? Cilat kanë qenë dëshirat e Elës? Kthehemi në fëmijëri. Në kohën tonë, pavarësisht se çfarë mund të ndëronje, nuk ishte e mundur që të realizonje tamam ëndrrën tënde. Dhe unë farmacinë e kam zgjedhur sepse kam mbaruar me medalje të artë. Tani nuk kam me koncepte të tilla, po them kam qenë nxënëse shumë e mirë, dhe nxënësit shumë të mirë mund të zgjidhnin degën e tyre vetë në kohën tonë. Tani secili e zgjedh vetë degën, por në atë kohë shteti vendoste se ku ti duhet të shkonje. Unë e zgjodha farmaci për të realizuar në fakt ëndrrën e babait tim, des past, i cili u bë mësues, por në fakt që gjyshi, domethënë i jati ti ëndëronte ta bënte farmacist. Dhe kur unë mbarova gjimnazin, ai më thotë që vajze babit, ke dëshirë të shkosh për farmaci, që kështu të realizohet ëndra e gjyshit. Dhe unë nuk mund t'ja prishnja babit, asnjëherë në botë. Jo këtë, po asnjë gjë tjetër. Në kohën tonë respekti për prindrit ishte shumë i madh. Juve keni respekt për prindrit, i doni prindrit shumë? Po. Ja u dëgjoni fjalën? Shumë mirë. Kjo është gjëja më e mirë që mund të bëni. Edhe prindrit, edhe mësuese. Edhe mësues. Kam një pyetje tjetër. Po, sa vite shkollë duhet të bësh që të dalësh në profesion si ju? Në kohën tonë ka qenë 4 vjet farmacia, pra 4 vjet studime të larta në Universitetin Shtetëror në Tiranën, kurse tani farmacia është 5 vjet. Pra programi është të shtrirë dhe është bërë 5 vjeçar. Pra duhet 5 vjet studime të larta që të dalësh një farmacist i lartë. Kjo është deri diku një degë vështirë sepse ka të bëjë me mjekësinë. Është në kohën tonë, po dhe sot quhej inxhinieria e mjekësisë, sepse ke të bësh me shumë lloj kimi. Ne bënim gati 8-9 lloj kimi të ndryshme, të cilat janë të vështira, siç e dini dhe ju. Po, normal, kimia. Kur të bëni kimi, do më kujtoni mua. Do kujtoni që një kimi dhe është e vështirë, lëndën e kimisë, e keni dëgjuar? Në klasë të 8 kur të shkoni? Kur të shkoni, kur nuk e di kur fillon kimia? Këta e kuptojnë këtë, ato reaksionet që bën, që dalin fluska, që bën një gjëra kështu të bukura, ato fishek zjarret që hidhen në qell, janë të tëra reaksione kimike. Në rregull. Pra shkenca e kimisë që merret me këto dhe me shumë gjëra të tjera.
Kurse tek farmacia ka të bëjë me përgatitjen e mjekimeve, me ilaçe, me gjëra, formulat e medikamenteve, me efektet e tyre anësore. Do t'i themi më vonë. Ndonjë nga ju me siguri do bëhet farmaciste? Ka dëshirë ndonjë nga ju? Të bëhet farmaciste? Ajo Biondina atje dhe djalit këtu. Edhe unë jo. Sa mirë, do vini në farmacinë e ta Eldës të bëni praktikë. Ftese hapur që sot. Forca, Pumbi. Po, sa kënaqësi o je puna juaj. Po si që thash dhe më lartë, çdo punë që njeriu merr përsipër të bëjë si i rritur, bëhet në radhë të parë me kënaqësi. Dhe pastaj sepse duhet që ti të jetosh, të sigurosh të mira materiale, të mbash familjen, të studiosh fëmijët. Pra po nuk të dha puna kënaqësi, më mirë mos e bëj fare. Dhe unë e kam bërë me shumë kënaqësi dhe vazhdoj ta bëj, me shumë përgjegjësi siç e thash, por dhe me shumë dashuri për pacientët dhe për ata që më besojnë mua dhe vinë në farmacinë time. Se ndryshe si mund të komunikosh. Pra, që të jesh një farmacist i mirë, në fillim duhet jesh një njeri i mirë. Një njeri që është i gatshëm të dëgjoj problemet e njerëzve të tjerë, hallet e njerëzve të tjerë. Pra pavarësisht se ti mund të jesh shumë i përgatitur në kimi, siç e thash, ose edhe në shkenca të tjera, po mos ishe njeri i mirë, njeri i dashur, i duruar, nuk mund të bëhesh farmacist i mirë. Jam e qartër në këto që flas, i kuptoni çfarë them? Bravo, jeni shumë të zgjuar se ju shikoj që nga syçka. Nga mua. Bravo. Forca, pyetja e radhës, Pumbi. A jeni lodhur në gjithë këto vite, ra keni thënë ndonjëherë stop se do bëj ca pushime të mira. I thon vite, sa vite eksperiencë keni si farmaciste? 34 do mbush. 34 vite. Më shumë se sa që janë prindrit tuaj një moshë. Imagjino që kur jemi, do me thënë. Sigurisht, Pumbi, sigurisht jam lodhur, jam stresuar, sidomos në raste epidemish, pandemish, është përgjegjësi shumë e madhe, si që dini. Jam stresuar kur dëgjoj për shembull njerëz të sëmur, me sëmundje të rënda, fëmijë të sëmur, të moshuar, burra, gra. Kjo më lodh shumë shpirtërisht, më ngarkon shumë shpirtërisht dhe më mërzitem shumë. Sepse nuk dua që asnjëri të vuaj, edhe juve po këtë doni, që asnjë shoku, shoqja juaj, asnjë i afërm juaj të vuaj nga sëmundje të ndryshme. Dhe kjo është lodhje, se nuk është lodhje që të marrësh një paracetamol nga rafti dhe t'ja japësh tjetrit. Pra është lodhje ngarkesa që ti mban në punën tënde. Është lodhje psikologjike shpirtërore. Por, edhe kam thënë ndonjëherë që u mërzita me këtë gjë, dua të marr pak pushime, kështu, po jam rikthyer përsëri sepse thash të bëhet pastaj stereotip, të vjen vetë ajo përgjegjësia dhe dashuria që ti të rikthesh prapë dhe t'ju shërbesh përsëri njerëzve. Dhe me shumë dashuri dhe me energji të reja. Shpresoj. Atëherë, thamë përpara që për 10 vite me radhë keni qenë presidente e urdhit të farmacistit për qarkun e Korçës. Si ka qenë si detyrë dhe çfarë përgjegjësia është? Ka qenë detyrë. Tani, unë nuk e kam gjetur shumë të vështirë, sepse kam parimin që po i ndihmove kolegët, pra që kolegët duhet të ndihmojnë gjithmonë njëri tjetrin. Pra, kam shumë këtë frymën e bashkëpunimit midis kolegëve, sot është venitur pak kjo gjë. Secili do po mendon më shumë për farmacinë e tij, për veten e tij, për biznesin e tij. Dikur ka qenë fryma më e ngrohtë dhe më bashkëpunuese, por edhe sot ne mundohemi ta ruajmë këtë, pra bashkëpunimin me kolegët, respektin për njëri tjetrin, siç e keni dhe ju. Keni respekt për shokun ju? E doni shokun, e ndihmoni kur ka nevojë? Ja u mëson mësuesja këta, apo edhe prindrit? Edhe mësuesja edhe prindrit. Bravo, sa më kënaqet jetën. Sa shumë vite më shtuat, shiko buzëqeshja e kësaj. Si e ke emrin? Atea ka pikturuar një zog të cilin po e ekspozon në mënyrën më të bukur të mos. Ku ta rëmbeu? Sa bukur e ke bërë me do bësh piktore ti atë? Pyetja e radhës, Elda, është gjatë kohës të vështirë të Covid-19, ju keni dhënë toreza, maska dhe një pjesë mjekimesh falas për të gjithë ata që hynin tek farmacia juaj. Përse kjo
kjo zgjedhje dhe kjo dëshirë? Tani, unë nuk dua t'i ngarkoj shumë kalamajnë me reale dhe me probleme. Janë dhjetra dhe qindra shikues që po na ndjekin në këto momente. Çdo njeri në veten e tij e ka atë ndjenjën e të dhënit, sepse gjithmonë kur jep të kthehet, pra karma punon, ty të kthehet më shumë. Nuk e kam bërë as që të dalë në televizor për këtë gjasë, thjesht ashtu e kam ndjerë, domethënë ishte një periudhë shumë e vështirë që njerëzit vuanin gjëra të ndryshme, pra përveç virozës, sëmundjes, vuajtjes, vuanin edhe mangësinë e këtyre gjërave që u ndodhin të papërgatitur. Pa mundësia për të gjetur në ato kohë. Më shumë kam ndihmuar forcat e rendit me këto gjëra, sepse ata ishin dhe në kontakt me shumë njerëz dhe pastaj qytetarë të ndryshëm kush vinte që kërkonte ndihmë, sidomos pensionistët, sepse në ato kohë pati gjëra shumë të çmendura që ndodhen, siç e dim të gjithë. Por nuk dua t'i ngarkoj shumë fëmijët me këto gjë se lavdi Zotit tani këto gjëra morën fund. 1 vjeçar, 2 vjeçar. Ata kanë qenë të vegjël dhe unë nuk dua që ata të ngarkohen edhe me këto gjëra. Tani shpresojmë që kaluan dhe uroj që asnjëherë të mos ketë pandemi të tilla që njerëzimi të vihet në kushte aq të vështira. Atëherë ne folëm, urdhro. Ose Dalda, ju keni përveç farmaciste, ju keni një jetë sociale mjaft aktive. Ja, një sekond, Pimbi, përpara se të kalojmë tek pyetja tënde, derisa jemi tek ndihma që Elda jep, un kam një kartolinë. Të pëlqen sa e bukur është? Prit, do ta lexoj tani po do ta lexoj unë. Po dua kartolinë. Dhe më pas do kujtohesh çfarë ke bërë dhe pse të ka ardhur kjo kartolinë. Teta Elda, ne fëmijët e shkollës Mollaj ju urojmë nga zemra jetë të gjatë dhe qofshi për herë pranë nesh dhe gjithë fëmijëve në nevojë që ju i ndihmoni me shumë përzemërsi. Suksesi, bekime dhe mirësia të mbushin plot ditët tuaja. Nxënësit e klasës së dytë të shkollës Mollaj. Pra janë këta nxënës. Më keni prekur shumë, unë kam ardhur në shkollë. Por bëhet fjalë. Po jo në klasën tuaj, po tani ju premtoj më fal. Nga klasa e tyre. Do vi dhe në klasën tuaj. Do vi patjetër dhe do realizojmë një temë shumë të bukur që juve do kënaqeni shumë nëse edhe mësuesja është gati që të prek mësuesja Sajmi. Kjo letër. Ku preka dhe unë. Kur hyt, unë ju të thash që këta nxënës ju i njihni në mënyrë indirekte. Sepse ju njihni një nga shoqet, e cila, fal Zotit, është shëndoshe mirë sot dhe quhet Rosela. E di atë histori. Kështu që në shenjë mirënjohje dhe falenderimi, këta nxënës për shoqen e tyre ju japin këtë kartolinë. Tani po mund ta marrësh. Tani është tendja. Shumë faleminderit, më keni ngrohur shumë shpirtin. Do ta mbaj gjithmonë atje në dhomën time dhe gjithmonë do t'ju kujtoj me shumë dashuri. Forca Pimbi, bëjmë pyetjen. E keni bërë vetë këtë kartolinë? Si? E keni bërë me do të shkatuaja? Edhe me ndihmën e mësuesit, tani mosja e heqim të gjitha meritat mësuese, se mësuesi Geta ka punuar fort për këtë punë. Ide shumë e bukur, lule. Po, lule. Edhe pranë vera tani po vjen dhe lulet do të çelin. Ashtu si Rosela që ka çelur pas gjithë cikletit që ka kaluar, kështu që është një gjë vërtet për t'u admiruar dhe po, sigurisht që po. Prandaj tham që zonja Elda i ndihmon të gjithë ata që kanë nevojë. Kështu që rasti më i mirë është falënderimi nga këta nxënës për shoqen e tyre Roselën, të cilët i urojmë jetë sa më të gjatë dhe pa probleme më. Do t'i jepni një përqafim nga unë kur ta shikoni? Po, në rregull. Madje japim që tani një puthje Roselës të gjithë. Rosela për ty, zemër. Pimbi, pyetja jote, forca. Ju keni jetë sociale mjaft aktive. Si ja dilni të bëni të gjitha këto? Po pra, tham që Elda është atje. Si ja bën ju? Tani njeriu kur ka dëshirë mund të realizoj shumë gjëra, pra ka potencial në veten e tij. Ju vendoshta se kuptoni fjalën potencial. To janë terma për të rritur. Po ka forcë, si të thuash, gjen forcë, gjen guxim, gjen, si të thuash, ëndrrën e tij të realizuar dhe kjo i jep shtysë, e ndihmon që të bëj shumë gjëra, aq sa çka mundsi. Si çka savure unë në përpemë për të marrë mjaltin. Po, edhe ajo është një lloj sakrifise. Shko ku shkon ai vete gjua ku i dhem dhëmbja ati. Po dhëmbja ti mjaltoset gjithmonë, kështu që s'kemi që themi. Por ta Tea. Kam dhe, më falë, Tea. Mendoj që njeriu po superpoq vetë për veten e tij, mos pres që gjithmonë ta shtyn të tjerët. Pra vetë duhet i ver vetë ca objektiva, ca dëshira për t'i realizuar dhe duhet të gjej forcat që t'i realizojë. Si thoni ju? Për shembull ju kur dilni që luani jashtë, ju thon të tjerët apo dilni vetë?
Dilni vetë, po, kështu është dhe për gjërat e tjera në jetë. Pra duhet ju vi një forcë e brendshme, një dëshirë e brendshme që ta realizoni. Në rregull, forca, jepi ta. Ilda, kam një pyetje. Çfarë është teatri për ju, pasi jeni shikuesja më e rregullt në teatrin Andon Zako Çajupi në Korçë? Teatri, tani e kemi folur shpesh për teatrin, po edhe para disa ditësh ishte dita ndërkombëtare e teatrit, po. Teatri, thot një njeri mençur, është ajo që në fakt duhet të jetë jeta e vërtetë. Pra artistët në teatr sjellin jetën e vërtetë siç duhet të ishte. Dhe kjo është një gjë shumë e bukur. Dhe teatri ka një magji. Pra teatri të fut në një botë tjetër, në një botë më të bukur, në një botë më interesante, në një botë të magjishme. Dhe fillon që tani, në moshën tuaj që janë teatret e kukullave për fëmijë ose filma vizatimore, që unë i shikoj akoma dhe sot, megjithëse jam kaq shumë e rritur. Pastaj, kur të rriteni, do kaloni në teatrin për të rritur. Por duke parë edhe teatrin për fëmijë akoma. Mirë? Pra mos u shkëputni asnjëherë nga fëmijëria. Fëmijëria është periudha më e bukur e jetës. Edhe çdo njeri, sado i rritur që të jetë, duhet të mbaj pak fëmijë në veten e tij. Në qoftë se nuk jemi pak fëmijë në shpirtin ton, nuk jemi njerëz të mirë, sepse fëmijët të bëjnë të mirë. Ta gëzosh, bobo. Ti më gjanë me veten time, se unë isha me syze kur isha e vogël, edhe but shko kështu si ti. Edhe unë kam një kushërim me emrin Rejane, përshëndes. Bravo Tea. Jepi Tea, pyetja tjetër. Pyetja e radhës është: ku keni mësuar të këndoni, pasi ju kemi pa shpesh duke kënduar me së Tani, tregoj të gjitha këtu. Bile shumë njerëz më dinë edhe këngëtare. Do me thënë, kur takova dikë, edhe i thot, a i shoqja vete, di ti qarë është Elda, po e di, thot, këngëtare. Jo, ta shumë, unë jam farmaciste, po për qefin tim këndoj. Do të dojë ti ishe këngëtare? Tani, këngëtare mund të besh, do me thënë. Po. Nuk mund të besh këngëtare aq shumë e famshme, po çdo njeri nëse ka talent dhe nëse ka vesh muzike mund të këndoj, apo jo. Juve këndoni për shembull? Po. Keni qef të këndoni apo? Në shtëpi për shembull këndoni? Atja marri një këngë. Sa mirë? Çfarë këngë këndoni? Çfarë këngë? Këngë për fëmijë apo këngë hip hop? Apo këngë të grupeve të ndryshme të cilat i dini përmend? Është festivali i fëmijëve në Korçë. Dhe kush ka dëshirë të vi të ndjekë bashkëmoshatarët, në festival këndojnë shumë bukur dhe këngët janë shumë të bukura. E shikon që Ilda nga do që shkon ju shtyn drejt teatrit. Nuk i dot. Jo, po festivali është një event që është shumë i gëzuar. Unë s'kam lënë asnjë festival fëmijësh pa parë, sepse kam dhe një shoqe që është kompozitore e këngëve për fëmijë, Teta Marieta, që e përshëndesim, dhe ajo çdo vit çon 1 ose 2 këngë në festival. Dhe si vjet ka 2 këngë shumë të bukura, po njëra është shumë e bukur dhe kënga thot që dua që fëmijët i shikoj vetëm të lumtur. Dhe është këngë shumë e bukur, shumë emocionuese. Unë kur e kam dëgjuar, jam përlotur. Pra nuk dua që fëmijët të kenë vuajtje, nuk dua që fëmijët të mërziten, dua t'i shikoj vetëm të lumtur, thon fjalët e këngës. Ka qenë edhe një këngë për gjyshen, shumë e bukur. Të kesh një gjyshe, është dashuri. Të kesh një gjyshe, është mrekulli. Do fjale jote, ka mirësi, ka dashuri që kur zmaron. Keni gjyshe juve? Do t'jep një përqafim sa të shkoni në shtëpi? Po, në rregull. Edhe nga mua mirë? Shko sa të mirë janë këta? Shumë, jashtë mase. Çdo fjalë tënde të siguroj që kanë vënë vas në vesh. Ato po shikoj, janë shumë të vëmendshëm. Janë shumë të vëmendshëm. E kanë nga mua. E kanë nga ai, po, i ka edukuar ai, ai që s'ka mbaron klasën e parë dhe s'ka mbaruar semestri parë ka gërmat e veta, semestri dytë ka të vetat dhe ky është në gërma A akoma, ndërkohë që fëmijët po shkojnë tek Z-ja. Dhe unë i kam thënë që në qoftë se klasën e parë nuk e mbaron me nota arritje të shkëlqyera, sezonin tjetër të këtij emisioni nuk do ta ftoj. Tash ai do përpiqet. Ai ja ku është, le t'ju premtoj fëmijëve sepse ju premtovi për vitin e ri. Gjithmonë premtoj. Po ka viti i ri. Nuk e mban fjalën. Çfarë do thuash? Do t'i premtosh apo jo? Ne prap të duam. E doni ju pimbin? Pimbi si. E doni pimbin? Në rregull. Ai do përpiqet. Do përpiqet. Elda, pyetja e fundit.
Një këshill apo një sugjerim për të gjithë maturantët, të cilët këtë vit do t'i drejtohen dyerve të universiteteve. Një sugjerim për farmacin ndoshta, sepse ju atje jeni e pozicionuar. Tani sugjerim, t'ja për shkëshilla shumë e thjesht, por nuk më takon mua shumë. Unë sigurisht do them që ata që janë të mirë në shkencat e sakta, në matematik, në fizik, në kimi, pse jo mos shkojnë edhe për farmaci. Pra, është një profesion i rregulluar që duhet të vazhdoj. Gjithmonë njerëzit do ke nevojë për ilaçe apo jo. Gjithmonë do ketë, s'na vjen mirë ta themi, po gjithmonë do ketë njerëz të sëmur, njerëz që do ke nevojë për shërbimin farmaceutik. Siç kanë për mjekun, do kenë edhe për farmacistin dhe për dentistin. Do t'ja thosh Pimbi, sepse gjithmonë ha mjalt dhe i prishën. Do t'i prishën dhëmbët. Të tëra fajet Pimbi, ka po Pumbi, ka që mirë ashtu. Pumbi i bën detyrat. Ja bën dhe Pimbit. Ja bën Pimbi detyrat. E po mirë, unë që jam shok të ngushtë. Jo gjithmonë, nga 5 ditë të javës që shkon në shkollë, 4 ditë e gjysmë ja bën detyrat Pumbi. Kështu kam qenë unë që problem. Edhe unë ja u bëja, ja u jepja detyrat shokve. Le të shkojnë për farmaci, por kryesore është të ndjekin zemrën, pra të ndjekin dëshirën e zemrës së tyre, që më vonë pastaj mos bëhen pishman dhe të thonë, pse mora këtë, pse su mendova, të ndjekin atë që duan. Kjo është zgjedhja më e mirë. Vite të shpenzuara, energji, anë monetare. Sigurisht, financa, po, që i takon prindërve. Ndiqni zemrën. Prandaj është mirë të ndjekin atë që ju thot vetvetja, që të bëhen dhe kuadro të aftë. Po, sigurisht që po, mjafton, s'është e thënë të marrosh një shkollë, por punasht ta zotërosh profesionin. Ta bësh mirë. Për të qenë i aftë, që nesër pas nesër tjetri të thot, bravo, ja vlen për profesionin dhe vendin ku është ullur. Shumë faleminderit që ishe eftuar në pjesën e parë të emisionit. Kushdo vit ashtë të mjam një përqafim, se duan një përqafim shumë të madh. Shumë të madh nga të gjithë. Me këtë përqafim ka ishte ngrohtë, ne do të kalojmë në publicitet dhe do të rikthehemi në pjesën e dytë të emisionit. Falenderoj pastiqeri Dajanën, je shumë e ëmbël. Kthehemi pas pak. Në këtë pjesë të dytë të emisionit Pimbi, Pumbi dhe Miqtë e Vegjël, ku kemi përcjell zonjën Elda Zavalani, një farmaciste, e cila u ka dhënë këshilla shumë të mira fëmijëve. Ju pëlqeu biseda me Eldën? Çfarë të pëlqeu, me që se ke mikrofonin dorë, çfarë të pëlqevi më shumë nga biseda? Më pëlqeu që kishte marrë një profesion dhe u bë farmacist. Të lumë. Po ti çfarë dëshiron të bëhesh kur të rritesh? Doktoresh. Wow! Po do me radhë do t'ja u themi të gjithëve. Po, për sot, çfarë do më thuash mua? Çfarë ke përgatitur sot? Një vjershë? Një vjershë. Po, e themi vjershë. Erdi pranvera o fëmi, gjithë gaz e bukuri, qelli i gjerë kalteron, bari i njomë gjelberon, pemët mbushen me burbuqe, sa të bardha, sa të kuqe, kthejnë zoshtë që nga lartë, fluturojnë në varg e varg. Të lumë. Ke kafshë në shtëpi? Ka. Çfarë ke? Një qenë dhe një matë. Si kanë emrat? Lupi dhe Pimbi. Pimbi! Shikoj ka vënë emrin tanë, të lumtë, i ke xhanë, të lumtë. Adea ka gjithë kohën që mban pikturën. Ta fiksova emrin. Dhe aq qesh, kështu qofsh gjithë jetën zemër, vetëm të qeshësh. Shikoni pak, ka bërë një zog të bukur. E ke pikturuar vetë? Të lumë, ja japi mikrofonin Adea, e kalojmë dorë më dorë tek të gjithë fëmijët. Adea, të pëlqen të pikturosh? Ama Pumbi, shikoje. Sa talentuar që qenë ka. Të lumt Adea, çfarë të pëlqen të bësh ty në kohën e lirë? Aktore. Ta aktore. Wow. Kështu dëshiron të bëhesh kur të rritesh aktore? Po. Ua, fëmija i parë që dëgjoj me këtë dëshirë. Po, vërtet, nga gjithë fëmijët që kemi patur, kjo është aktoria e parë. Të lumt. Tjetër, çfarë të pëlqen të bëhesh? Doktore. Tjetër? Po? Dhe këngëtare. Sa shumë profesione. Të treja. Si ta Elda, po të kemi dëshirë, i bëjmë jo 3, po 100 profesione. Atëherë, çfarë do të më thuash mua sot? Një vjersh ose një përshëndetje? Një vjersh. Një vjersh. Shojmë te kamera me llam të kuqe dhe themi vjershën e bukur. Na ishte një park me mbërtore, na kishte shuru
dhe akullore me manafera e flokbore ose të mira të tërë që vinin gishta lëpini një ditë kur doli dielli lart nga qielli na shkon miku Arush në bërtore dhe na kërkon 2 akullore. Akulloren e parë miku Arush e përlau bashkë me kaush. Akulloren tjetër mbushu plot me borë për mamin e ka blerë shpejt vrapon pja shpejt. Faleminderit. Faleminderit, sa bukur e te. Faleminderit ty, të lumë, të gjithë elegancë. Sa më shioja e akullori. Të shioja akullori aty, kush e di ku fluturon truri jot kur fëmijët përmendin ushqime këtu. Si e ke emrin të bukuroshe? Si na ke sjell pranverën, Amelia na ke sjell pranverën. Ne jemi vërtet në muajin prill, në muajin e dytë të stinës së pranverës, po me atë borën që ra në Korçë, hajt po. Si ti e bukur si pranvera. Çfarë dëshiron të bëhesh kur të rritesh? Dentiste. Të pëlqen shumë ky profesion? Cila është lënda jote e preferuar në shkollë? Gjua. Sa mirë, shumë mirë. Po. Besoj se një vjesht të bukur e ke për ne sot. Shojmë te kamera drejt. Lure gjithë qani nga një zjodha mësuses ti me një tuthim blodha. Me lullet e mia stolisa shtëpin si më stolis e ti prot me dashuri. Të lumë, Bravo. tani më thoni pak. Po paginjeshtra, mësuesen e lodhni juve apo jo? Pak, sinceriteti. Tjetër, këte nga ju, e lodhni mësuesen apo? Na lodh mësusjane. E lodh mësuesen apo jo? Më shumë të lodhin djemë të po. E lodh mësuesen apo jo? Në njerë, po. Kur bëm pyetje të tilla, duket kush fëmijë e thot të vërtetën, kush fëmijë është pak mistret, edhe kush fshihet pas shokut. Ja japi mikrofonin djalit me sy të shkruara, nuk e di unë sa fokusoj te kamera, po ai ka syt shumë të bukura dhe po ti numërosh fëmijët me sy blu që kanë plot sot. Ma më të bukura se ti me ti ka syrat. 100 termë të bukura se tande ti ka. patjetër. Si e ke emrin zemër? Dario. Dario, forca te ai, bëjmë një pyetje shokut. Po. Luan do një sport në kohën e lirë? Luaj. Çfarë, futboll? Futbol. Futbollisti jot i preferuar? Ronaldo. Sërështata të Si gjithë, ma? gjithmonë, po. Të gjithë. Bimbi, mban mend sa fëmijë kanë ardhur këtu dhe kanë thënë sërështatën, do me thënë nga 110, sa fëmijë duan Cristiano Ronaldo? Po thua se të gjithë. Po thuaj se të gjithë, do me nga 110, themi Dhe 9. një do Messi. Themi 9, sepse ishte dhe Messi. Vetëm ai Xhaxhi e nea deshte atë Ronaldinon. Po, jo, donte Ronaldon. Ronaldo quaj dhe ai ish futbollisti i ekipit të Brazilit. Atëherë, Çfarë ke përgatitur? Virsh. Një vit. Shojmë drejt. Po. Asi i herë zotaro, si të saj plot me mirësi, dhe zërin e embër, plot me dashuri, si një nën e dytë, prerë më ke qënduar, do se do i hen më ke qërtuar, më sui se ai me dashur, në zemër ti me je, ndaj gjithmonë do të kujtoj, asi i herë zotaro. Të lumë. Biondina tjetër mbas teje. Po. Si e ke emrin? Ajsi. Ajsi, do të shojmë në të këmbë që veçantë, s'na kap po. kamera të lutem? Po. Ajsi, më thuaj pak të lutem, çfarë dëshiron të bëhesh kur të rritesh ti Ajsi? Doktoresh. Doktoresh. Po piktura ju pëlqen? Po. Çfarë të pëlqen të pikturosh më shumë lule, shtëpira, varka, anije, natyrë të qetë, apo çfarë të pëlqen? Natyrë, po, shumë mirë. Çfarë ke përgatitur? Një vjesh. E Forca. themi në kamera. Nëna ime zemërmoj, plot gëzim të përqafoj, një tuf lule të dhuroj, këtë tufë ka ishte bukur, sot e mlodha për si flutur, është e freskët, larë me vest, ta kam sjellë sot për fest. Të lumë. Të lumë. Më thuaj pak të lutem. Këto janë vjeshta që ju i keni recituar për festën e 7-8 marsit në shkollë. Tani më thuaj pak, u kënaqet për 7-8 marsit në shkollë? Në datën 8, që është dita ndërkombëtare e gruas, pavarësisht se edhe në Shqipëri, duke ditur që gruaja përfaqëson është dhe nën, ne urojmë dhe ditën e nënës në Shqipëri. Çfarë dhurate i bëre mamit në mëngjes? Një kartolin. Një kartolin, po për qafim? Po. Normale, për qafimi i fëmijës është Gjerdani më i Mami, bukur në çfarë qafën mësire e të një bëri? gruaje, në qafën e një nënë. Është Gjerdani më i bukur i botës. Po ajo të puti të përqafoj? Po.
Të lumta. Mirë, faleminderit. Do t'ja japi mikrofonin shokut? Pimbje ka mendjen të ëmbëlsirat. Okej, ja japi mikrofonin shoqes, të lutem. Ja japi mikrofonin shoqes. Bëjmë një përshëndetje me dorë? Bravo, zemër. Bukuroshe që je veshur me Barbie. Çojmë në këmbë, ke vënë kordele si Barbie, flokët i ke kapur si Barbie. Je veshur me rozë si Barbie. Shojmë aty te Xhaxhi Albani dhe më thuaj pak. Çfarë të pëlqen të bësh kur të rritesh? Mësuese. Shumë. Do të ndjekësh shembullin e mësuese Gentës? Po. Është një shembull shumë i mirë. Të lumt. Më thuaj pak, cili është personazhi jot i preferuar nga librat që ke lexuar? Një personazh Ose një libër që ke lexuar. Bravo, libri që të pëlqen më shumë me prava. Borbardha. Të lumt. Çfarë do na tregosh sot? Një vjershë. Forca, e themi vjershë. Kur shkon mami për në pun, me gëzime për cjellun, i purdhuar parqen balin, i uroj pun të mbar. Kur vjen mami në shtëpi, më pushton në rok në gji, më pull faqet me gëzim, thoni ka si mami im? Të lumt, nuk ka si asnjë mami. Më thuaj pak, ti e lodh mami në shtëpi apo gjyshet i lodhni ju? Mirë. Tani lere, kaq turt nuk më duket mua se edhe kinjin nga një çik, po. E mërzisin ndonjëherë apo jo? Jo shumë erë, ja. Jo shumë erë. Në rregull. Ja japi mikrofonin shokut të bëj një përshëndetje. Ngrihemi në këmbë shpirt dhe bëjmë një përshëndetje. Shkojmë atje drejt. Kë do përshëndesim? Mamin ose babin? Mamin, babin, nenën, vajin edhe motrën. Edhe Pimbin. Dhe ne i përshëndesim nga ekrani i RTS-s. Ma jepi mikrofonin Jonas. Vazhdojmë. Do me thënë, kjo është e vetmja princesht në mes të princave të vegjël. Bukuroshe? Shojmë, kthehemi nga kamera dhe shojmë drejt. Cili është personazhi jot i preferuar? Personazhi im i preferuar Sirena e vogël. Po. E ke lexuar si libër apo e ke parë si film? Edhe kam parë dhe kam lexuar. Të lumt. U tha se do të vesh te Pimbi. Po Pimbin e keni xhan ju? Po. Ore se të kanë xhan pa erdhën, po mos i pyet kaq shumë fëmijët se pse kam idenë që ti dyshon nëse të duan fëmijët apo se s'të kanë sjell mjalt. Tash e ndrova do si vetëm turshi do kërkoj. Tani do kërkosh vetëm turshite të tharta, mirë, në rregull, dakord. Po tani kërkon turshitin në mes të beharit, mbaruan ato u ngrënë në dimër. Po edhe turshitë të dëmtojnë. Po, sepse kanë krip. Po. Bravo Pumbi, je gjithmonë e kujdesshme. Çfarë ke përgatitur për sot? Një vjershë. E themi zemër. Kur ngjitem në degmolle, e di jam zog i lirt, kur ecin e rësirt, e di jam tigërçrim, kur notoj në valdeti, e di jam peshkirall, kur rapoj në pës të dendur, e di jam lepur i shpejt, kur shrijem në krahët e nanës, e di jam qengjibut, kur shrijem mbi ujë burimi, jam unë plus unë e që nuk jam unë. Të lumt. Kam këtë bukuroshin që ka një piktur dhe thot uji është jetë, kurse një atë Rejan Bregu. Rejan, çojmë në këmbë dashur, më ndihmo pak te. Do të dëgjuar ato këshillat tona që thamë ne për natyrën. Ke dëgjuar këshillat e Pimbit dhe të Pumbit për natyrën? Po. Të lumt. Është globi në pikën e ujit dhe një çezme e cila është e mbyllur dhe ka pika të vogla. Ndaj duhet ta kursejmë ujin. Të mos e shpërdorojmë. Ti e le çezmën apo e thua, "Emo, s'ka gjë, le të rjedh." Asnjëherë? Jo. Shumë mirë. Të lumt. Uji është shumë i rëndësishëm për jetën. Çfarë na ndihmon uji? Uji na ndihmon për të jetuar. Tjetër? Ujin e pimë dhe nuk e derdhin kur. Po. Dhe për bimët kur. Po më pas për të ujitur lulet? I edhim dhe uj, prandaj duhet ta përdorim ujin atje ku ne kemi nevojë. Po. Rejan, çfarë do të thuash sot zemër? Një vjesh. Po, shojmë te kamera atje. Si në familjen time që gjej unë ngrohtësi bashkë me shokë e shoqe, për ditë të vim të ti, me çanta, me libra, me lapsa e fletore, për ditë të vim të ti në bangat shkollore. Këtu mësuam gërmat, numrat bargevi, këtu për ditë të thisim të gjithë diturinë. Të lumt. Të pëlqen shkolla? Po.
sepse kjo mbaj mikrofonin që të dëgjoj zemër, sepse kjo vjesh kishte të bënte me shkollën. Cila është lënda jote preferuar? Matematika. Të lumë. Disa matematika, disa gjuha. Po, sigurisht, dhe më pas këta janë ende klasa e dytë, në vitet që do të kalojnë, do kuptoni dhe do shihni që dhe lëndës të tjera janë shumë të bukura dhe mjafton ta merrni lëndën me qetësi dhe dashuri dhe ajo sado e vështirë të jetë, do të bëhet shumë e lehtë për ju, sepse mjafton të keni dëshirën për ta mësuar. O Jonida, Urdhra? të lutem kam një dy gjëra. 1, 2, 3 fol. Haj. Njëra është gjitha piktor kaq të që i bëjnë kaq të bukura këto piktura, si nuk mund të ka pikturuar njeri mua. Ama na premtoni që herën tjetër do t'i sillni Pimbit një pikturë? Po. Ja ta premtua. Dhe e dyta, Edhe mua mos marroj dhe të më bëj sa më të bukur. Do ta bëni edhe Pumbin. Po. dhe e dyta, ta fëmijët recitojnë kaq bukur këto vjeshat e tyre, përse këta të tjerë nuk i mbështetin me duar trokitje. Hama. Do t'i shoqërojmë shokët. Kemi ngelur tek djali. Të lutem emrin zemër. Çojmë në këmbë dhe shohim drejt. Liam. Çfarë të pëlqen të bësh në kohën e lirë? Të të lëm futboll dhe lojat të tjera. E përdor telefonin? Jo. Jo. Tani jo apo po dhe jo themi këtu se jemi para kamerave. Apo pak? Pak. Pra, po ju e përdorni telefonin? Nga ndonjëherë. Ke kafshë shtëpiake në shtëpi? Jo. Do të dohet kishe? Liam, tek ajo pyetja që të bëri Tea për telefonin, çfarë shikonti në telefon? Pimi dhe Pumbin. Po, përveç Pimit dhe Pumbit që të gjithë fëmijët të shohin. Tjetër, çfarë shikonti? Pumbin dhe Pimbin. Po, Pumbit dhe Pimbit. Tjetër në YouTube çfarë shikon ndonjë gjë? Ndonjë përrall ose Unë shikoj në televizor për ralla. Oh, sa bukur. Mirat e Liam, çfarë do të themi sot? Një vjesh. Forca. Në botën time unë një dash dhe ju mora shumë dashuri, por që gjë do të mbetet e paharuar, sa marrë emrin më të bukur, emrin familje. Të lumë, bravo. Fëmijëria është mosha më e bukur ndaj ju duhet ta jetoni. Edhe të dilni jashtë, sepse kemi pranverën, kemi verën, fillojnë pushimet edhe një muaj gjysmë shkollë Edhe ngeli. nuk duam të rishemi Kështu që do të fare. vazhdoni, do të luani, do të kënaqeni. Sa më larg atij telefonit, shijojeni fëmirin dhe të luani me plogle, të luani edhe me dhe, të luani edhe me litar. Me litar, të luani me kukafshekti, të luani me të gjitha lojrat. të do thoja Pimbi, po të luani bashk. Sepse do të rriteni dhe nuk do ta kuptoni kur u rritet kaq shpejt dhe lat lojën, vazhduat librat, u rritët, shkuat në gjimnaz, më pas në universitet, dhe ja do të dilni një profesion. Prandaj shijojeni këtë periudhë. Çojmë në këmbë bukuroshi. Si e kemrin? Shojmë drejt. Shojmë drejt Alteo. Alkeo, pa më thuaj pak. Ke motra ose vëllezër në shtëpi? Kam një vëlla. Të luan me ta, apo është më i madh? Është 15 vjeç. Keni pak diferencë, po të ndihmon me mësime? Po. Të ndihmon me mësimet? Po. Po kur i kërkon ndonjë ndihmë, ndonjë gjë apo të marrën me vete me shokët të mirë apo thot shko me shokët e tu? Në thot Daniel shko me shokët e tu. Kështu është, po dëgjoj, kur të rriteni do të mbaj gjithmonë pas vete, sepse do t'i duhesh në shumë momente. Por që në fëmijëri, tani ai është adoleshent, kështu që edhe e kuptojmë nga pak. Më thuaj të lutem, çfarë ke përgatitur për ne? Një vjesh. Shojmë te kamera atje. O në shtrenjë sa fort të dua, një botë të rriti për mua ndaj ti brenda meje gjithmonë do ish. Se zemërësime veç dashuri do të gjesh. Të lumë, japim nga trokitjen e shokut? Pa. Ne kemi mbaruar me vjeshat e fëmijëve dhe do të kalojmë tek rubrika e letrave. Janë letra të cilat kanë ardhur, Tea më ndihmon me letrat, janë 2 letra të cilat kanë ardhur në RTS Korça, mos harroni që poshtë keni recepcionin ku ne mirpresim të gjitha letrat e dërguara nga ju fëmijët. A kanë gjë brenda ato letrat o Jonida? Patjetër. Ja një sekond ta shkund. Nuk ras një mjalt. Sra mjalt fare. S'kishe fat sot. Tea, jepi e para. Përshëndetje shokët e mi të dashur. Unë jam Grace, nga Korça. Kam qenë edhe unë e emisionin tuaj dhe ka qenë një eksperiencë shumë e bukur dhe e veçantë. Pimbi, të premtoj se kur të vi herën tjetër do të sjell mjalt.
Po një pritë ka kaluar. Se me sa po shoh, të gjithë po të gënjejnë. Ju dua shumë, Grace. Të përshëndesim, Grace ke të Grace, drejtë po. deri tani. Faleminderit. Amo pimi ta qau allin Grace. Letra tjetër është, për të gjithë ju miq të dashur të emisionit Pimbi Pumbi dhe miqtë e vegjël, unë Edisoni nga Devolli kam shkruar diçka të bukur. Çdo të shtunë në mëngjes, orën 5, unë mezi pres, që të ulem tek ekrani dhe Pimbi Pumbin ta përshëndes. Ditën ju ma zbukuroni me humor dhe batuta, hithe prit me kalamajat si kur luani me topa bore. Për një gjë mërzite më shumë, që Pimbin të gjithë e gënjeni, të gjithë i thoni të keni xhan, por mjalt asnjëherë si sillni. Po, gjuna s'ka vja unë. O Pimbi do të sjell unë kur të vi në emision. Faleminderit. Do dhe Edisoni, kështu që këta të dy ta premtuan, ne i presim në emision, prandaj. Si më ndryshe më duke tani. Pumbi, Shikoj më kthjellur tani. Pumbi, më thuaj pak, pse ka qenë urtë sot? Po kam qenë shumë e vëmendshme. Morëm këshilla shumë të mira për shëndetin. Po, dhe sa të përgatitur ishin gjithë fëmijët, të kënaqën sot. Po, siç e shihni, poshtë ne kemi vendosur edhe 3 piktura të bukura, të cilat janë punuar me kujdes nga prindrit, nga nxënësit, nën kujdesin e mësuese Gendës. Të drejtat e fëmijëve është një nga pikturat. E dini ju të drejtat e fëmijëve? Po. Hajde, forca mikrofonin, kush do më thotë të drejtat e fëmijëve? Nga një, më thuaj një të drejtë të fëmijëve. Kam të drejtë të argëtohem. Të lumt, forca, shpejt. Kam të drejtë të luaj. Të lumt. Kam të drejtë të argëtohem. Të ushqehem, e tha argëtimin tjetër. Kam të drejtë të kemi fa. Milje. Të lumt, tjetër zemër. Kam të drejtë të kem Miq dhe shok. Shok. Ashtu. Tjetër, më thuaj, një të drejtë. Kam të drejtë të shkollohem. Kam të drejtë të shkollohem. Të lumt, të lumt, të lumt. Ti Pimbi, çfarë të drejtë e ke të lumta? Kam të drejtë të ketë një qyp me mjaltë. Po, ka të drejtë ai të ketë një qyp me mjalt? Jo. Po apo jo? Ndajeni mendjen. Jo. Ta Po, ketë po. mjalt, por jo shumë që të Po mos mi të paktën ta ketë, se deri tani s'ka asgjë i shkreti. Mirë, më ndihmo me letrat. Atëherë ne kemi një quiz. Tani, pyetja e parë është, sa Forca. kam një merimang? 8, Një sekond, dëgjoni alternativat. Sa këm ka një merimang? Forca. 8, 10 apo 12? Po kusha ka numëruar? 8, e tha... 8, e tha vajza këtu. Këtu. Cili frut është i verdhë dhe i lakuar? Molla, limonja apo banania? Jo, i Është i lakuar. lakuar. Banania, forca. Cila kafsh rriti Moglin te libri i xhunglës, Pantera, Ujku apo Ariu? Ujku, e saktë, të lumt. Përveç pasqyrës magjike në filmin Vizatimor Bërbarda, në cilin film keni Kemi përsëri një kemi pasqyrë. përsëritur një pasqyrë të tillë, Bukuroshja e fjetur, Sirena e vogël Ariel, apo e bukra dhe bisha? E bukura dhe bisha. E keni parë filmin ju? E bukura dhe bisha, po. Kur përdoret pasqyra? Kur e përdorin pasqyrën? Hajde, se tek Bërbarda e dim të gjithë. Të lumt, e dashur. Cili është planeti më i madh në sistemin ton diellor? Marsi, Jupiteri apo Toka? Jupiteri, të lumt bukuroshe. Kemi malin e Tomorit. Ku e kemi malin e Tomorit? Në Shkodër, në Berat apo në Vlorë? Në Tomor. Në Berat. Të lumt, mësuese Genda, këtë duhet ta kesh nxënësen më të mirë. Po, sa ditë mund të ri një njeri pa ushqyer? 30 ditë, 50 ditë apo 70 ditë? O, mos fol për ushqime tani. 70 ditë. Si quhet miku më i mirë i lepurushit Bugs? Derkuci Porki, Bani apo Rosaku Dafi? Rosaku Dafi, bravo Pumbi. Cila është ngjyra e xhelozisë? Jeni xhelos ju? Mërziteni për ndonjë, pse e ka ai e se ka mu? Mendoni ndonjëherë kështu ju? Po, shumë mirë. Portokallia. Është përgjigje sinqert kjo, po, lere tani. Portokallia. Cila është ngjyra e xhelozisë? E verdha apo e zeza? Jo. E verdha. Cila kafshë ujore mashkull është në gjendje të lindë? Foka, delfini apo kali i detit? Kali i detit, po. Sa sy ka bleta? 3,
4 apo 5? Ha, mo Pimbi? Ka pes. Ha, mo Pimbi? Apo ti Kam mbyll syt kur jaltë, me kam të jaltë, kam mjaltin? jaltë. Ti mbyll syt kur me mjaltin, mo djala? Nuk Nuk ishim kam frikë të afrohem. Po, pra, përgjigja ishte sakt nga fëmijët u gjet, janë me 5 sy. Shumë mirë, u kënaqët sot? Po, Kënaqët, shumë. do vini herë tjetër? Do vini me ndonjë projekt të bukur apo jo? Ashtu shumë mirë. Më thoni pak, edhe një pyetje tjetër do t'ja u bëj unë se s'bën. Po. Më thoni pak. Çfarë është miqësia për ju? Kush do më përgjigjet? Çfarë është miqësia? Ja, ajo vajza Unë me Pumbin. Tjetër, po dashuria mes shok është tjetër. Si ndihemi ne kur kemi një mik pranë, Jemi të Të gëzuar dhe të lumtur. të gëzuar dhe të lumtur? A duhet t'i ndihmojmë ne shokët? Po, Po. Marrim përgjigje nga shokë të tjerë, hajde kalojmë nga ana tjetër. Forca jot këtu, grupi tjetër këtu. Më thoni pak. I ndihmoni shokët tuaj kur kanë nevojë? patjetër. për detyrat si për shembull. Po. Kur një shok ka vështirësi e ndihmoni, edhe për të bërë detyrë, Po, jo për ta ndihmon kopjuar Pumbi. detyrat, mos ngatrojmë të kopjojmë me të ndihmojmë. Dakor? Kopimi është një kështu. E pash 5 e vura 5, e pash 1 e vura 1. Po edhe shfrytëzimi i Dakor? shokut nuk është gjë e mirë fare. Ti po tjetri mund ta ketë mund për ta ketë gabim, për prandaj gabim, duhet po. ta ndihmojmë dhe ta sugjerojmë. E bëni ju këtë me shokët? Po. Domethënë e ndihmoni, jo ta ndihmoni, kopjoj, jo ta ta- ndihmoni. Jo, nuk po. e kopjoj. Ti Pumbi, çfarë the që kishe një ankesë? O, po edhe shfrytëzimi i shokëve për detyra dhe kështu gjëra nuk është gjë e mirë shumë. Pusho. Ti Pumbi ke gjithë vitin dhe deri diku ta qaj hallin, sepse ke gjithë vitin që mban kuris ndihmon. shokun tënd. Po. Pimbi, kur do mësohesh njërë ti bësh vetë detyrat? Atëre? Po do ta veti ndihmoni pa ju. Pimbin. Pumbi vetëm i tregon, unë veti shkruaj. Ti vetëm mjaltin mundet të arish ta marrësh vetë, por duhet të kuptosh që jemi në muajin prill, dakor? Dhe pak kohë, do me thënë gati një muaj e pak, as 2 muaj të plota nuk janë, që mbaron shkolla dhe ti po mbaron klasën e parë. Po iku viti shumë shpejt, ty të ftuan fëmijët vjetë të kanë ftuar në festat e abetares. Këtë vit do bësh festën tënde të abetares. Po, do Ta janë klase 2 dhe kanë kaluar, por të kanë ftuar në aktivitetet e tyre, do të aftoni për një xhiro nga klasa, nga shkolla juaj, të lumë, do të vinë. Prandaj, ju premton këtyre fëmijëve që do të sillesh mirë? Po, ju premtoj. Tjetër çfarë premton? Që nuk do ashtë shumë mjaltë premton? Do përpiqem të premtoj. Mama u përpoq. Tani dëgjoj. Ti ju premton fëmijëve që kur të shkosh në klasa e tyre do t'ju thuash një vjershë? Sepse këta ishin 12 fëmijë të cilët thanë vjersha dhe përshëndetje. Ti do t'ju thuash diçka fëmijëve kur të shkosh te klasa e tyre? Sigurisht. E premton? E premtoj, do ma mësoj Pumbi. Ju e besoni? E besoni, atëre. Po, Madje unë them të bëjmë edhe një dramatizim të shkurtër. Dhe një dramatizim të shkurtër, po do t'ishte një gjë shumë e bukur. Atëherë, ne jemi në fund të emisionit për ditën e sotme Pimbi, Pumbi dhe miqtë e vegjël, por kam një surprizë për të gjithë ju shikuesit e mi të dashur. Më përpara, në emisionet televizive ka patur një rubrik dedikuar prallave. Në fillimet e puntatës së emisionit, në fillim, domethënë në muajin shtator, tetor, unë kam nisur të lexoja pralla gjatë kohës që ne kishim hapësirën e dur në emisionin Pimbi, Pumbi dhe miqtë e vegjël. Por vite përpara, emisioni në RTS Korça e drejtonte një zonjë që quhej Teta Mona. Po e mbajmë e kishim dhe ne në emision. Po e kemi ftuar dhe në emision, Desdemona Sali, por askush se njeh Desdemona, të gjithë e njohin Teta Mona. Por kësaj radhe vjen në rolin e një gjysheje. Ajo është një gjyshe, ka një nip dhe një mbes shumë të bukur dhe do të na interpretoj dhe do të na lexoj prallën përpara se ne të mbyllim emisionin. Kështu që qëndroni me ne, ndjekim prallën e Nëna Monës, jo Teta Monës kësaj radhe, po Nëna Monës dhe rikthehemi në studio për të bërë mbylljen me fëmijët e mrekullueshëm të shkollës së Mollaj. Kthehemi. Të dashur fëmijë, ju pëlqeu emisioni Pimi, Pumbi dhe miqtë e vegjël? Edhe mua më pëlqeu shumë. I Pimi dhe Pumbi sa çamarok që janë. Unë jam sot këtu midis jush, përpara se ne të mbyllim emisionin, t'ju tregoj
një prallë. Ju pëlqejnë prallat. Edhe unë që jam nana juaj, më pëlqejnë prallat shumë. Keni libra me pralla në shtëpi. Ju blejnë prindrit. Sa më shumë të lexoni, aq më të mirë, aq më të ditur, aq më të paq të bëhen. Aq shumë ta doni njëri tjetrin dhe ta ndihmoni njëri tjetrin. Nëna Mona do të tregoj prallat më të bukura. Dhe si fillim, unë nuk vi kur pa një libër me pralla. Edhe Nipi dhe Mbesës i lexoj pralla përpara se ata të flenë. Edhe sot kam ardhur këtu midis jush për të treguar prallën më të bukur. Besoj se ja u kanë treguar gjyshrit dhe prindrit tuaj. Borbardha. Shpresoj që kjo prallë e bukur t'ju pëlqej të gjithëve. Atere, fillojmë ta lexojmë me nëna Monën. Borbardha. Një herë, një kohë jetonte një princeshë e bukur që i kishte emrin Borbardha. Mbretresha që ishte njerka e Borbardhës ishte shumë e ligë. Ajo çdo ditë shikoi në pasqyrën magjike dhe e pyeste: "Kush është më e bukura e mbretërisë?" "Je ti, mbretresha ime," i përgjigjej pasqyra. Por një ditë prej ditësh, pasqyra i tha: "Princesh Borbardha është më e bukura e mbretërisë." Mbretresha u bë piperk në fytyrë nga zilia. Thiri gjaktarin dhe i tha: "Merre Borbardhën shpjere në pyll dhe lera atje në mes të pyllit që të anë gërsirat. Nuk dua ta shoh më në kështjell." Gjaktarit ju dhim zvajza i gjor dhe e la të shkonte. Vajza e friksuar nxitoi të largohej. Ajo arriti përpara një shtëpize të vogël, shtyu derën dhe hyri brenda. Shtëpia ishte shumë rrëmuj. Borbardha përveshi mëngët, fshiu, pastroi dhe rregulloi çdo gjë. Pasi mbaroi punët, e ndjeu veten të lodhur. "Po sikur të shtrihem një çik të çlodhem," tha, dhe hyri në dhomën e vogël. Atje ishin 7 krevat të vegjël. U shtri në njërin prej tyre dhe e mbërtheu një gjumë i thellë. Kur arritën të zotët e shtëpisë, u habitën kur gjetën princeshën aty. Ata ishin 7 xhuxhmat që punonin në minierën e diamanteve. "Ua, kush është kjo që ka ardhur në shtëpinë tonë? Ua, po kjo është princesha, po kjo do bëhet motra tonë." Ata u gëzuan shumë që e patën princeshën midis tyre. Një ditë, prej ditës, xhuxhmat shkuan në punë. E porositën Borbardhën: "Shiko, mos ja hap derën çdo njeriu, se është me rrezik. Mos keni merak," tha Borbardha, dhe i përcolli në punë 7 xhuxhat. Pas pak, trokiti dera. Tak, tak, tak. Borbardha e hapi. Aty pa një plak. "Moj bi, më jep një gotuj se jam lodhur shumë." "Ua, patjetër, moj nën," i tha Borbardha dhe i dha gotën e ujit. Mbretresha zemërligë që ishte veshur si plak, i dha princeshës një mollë të elmuar. Princesha e kafshoi dhe ra në tokë. U shtri. Ua! Xhuxhat erdhën nga puna. Kur e pan Borbardhën që ishe shtrirë dhe s'po lëviste, ata filluan të qanin duke menduar se princesha kishte vdekur. Ata e morën princeshën, e shtrinë në një shtrat madhështor dhe e quan në pyll, ku e vendosën pranë një peme të lartë dhe po qanin.
motra jonë Barbardha, motra jonë Barbardha. Kur befas dëgjuan trokëthin e një kali që po afroj. Ishte princi ma i kalit të ti. Ai e pa Barbardhën dhe ra në dashuri me të. Përse qani, i tha, po ka vdekur motra jonë Barbardha. Jo, nuk ka vdekur, ju tha princi. Ai e puthi, e mori në krah dhe para bine të gjithve, princesha qeli syt. U gëzuan të gjithë, filluan të këndonin dhe të kërcenin. Pas pak kosh, të dy të rinjt u martuan dhe shkuan një jetë të gjatë dhe të lumtur. Shpresoj që prallat ju ketë pëlqyer. Po, shumë mirë. Atëre, Nëna Mona në emisionin e ardhshëm do t'ju tregoj një prallë tjetër. Libri i xhunglës. Mirupafshim në emisionin e radhës. Ju dua shumë të gjithëve. Ju kam shpirt dhe ju kam zemër. Mirupafshim. Ju pëlqeu pralla e Barbardhës? Po! Kur të shkoni në shtëpi, çdo të shtunë, ne do të kemi nga një prallë të lexuar nga Nëna Mona. Prandaj, dëgjojeni me vëmendje sepse është një relaks total, përpara se të dilni të luani apo të bëni ndonjë detyrë, megjithëse shtunë, besoj se e keni bërë të prente, mos të do t'i bëni të diel fare në darkë. Por pralla është shumë e bukur, prandaj ne kemi edhe këtë rubrikë e cila i dedikohet të gjithë fëmijëve që kanë dëshirë të dëgjojnë pralla të interpretuara mjeshtërisht nga Desdemona Sali. Faleminderit pasi Gjerida Jana që ishe pjesë e emisionit Pimbi Pumbi dhe Miqtë e Vegjël. Je gjithmonë një ëmbëlsi pafund dhe nuk do të rresh së falenderuari. Gjithashtu faleminderit mësuese Gentës e cila me plot dëshirë solli nxënësit, i ka vërtet angjë dhe shumë fëmijë të dashur. Faleminderit që ishit pjesë e emisionit Pimbi Pumbi dhe Miqtë e Vegjël. Tea, si gjithmonë të falenderoj dhe mos harroni të shkruani emrin e fëmijës nëse doni të bëheni pjesë në emisionin Pimbi Pumbi dhe Miqtë e Vegjël. Shkruani në inboxin e RTS Korçës dhe unë do t'ju kthej përgjigje në moment për të rezervuar takimin e radhës për fëmijën tuaj. Gjithashtu, të gjitha ju mësuese që keni dëshirë të vini për të sjellë fëmijët këtu, mos harroni, ky emision është falas. Thjesht rezervoni takimin e radhës në shtëpizën tonë të dashur të Pimbit dhe të Pumbit. Unë ju le takim javën e ardhshme, deri atëherë themi një mirupafshim të gjithë. Mirupafshim!